A dini sa kushton një tabelë sinjalistike në Tiranë? Sipas tenderit të fundit të bashkisë, vlera e tyre arriti në 5 milion lek. Llamarinën dhe një tub obligen si të ishin prej platini. Nuk ka se si të ndodhë ndryshe kur tenderat e tabelave dhe semaforëve në Tiranë i ka bërë monopol babai Blendian Dalipit, drejtori i operatorit të sistemit të shpërndarjes. Plot 549 milion lek përfshirë TVSH ishte vlera e kontratës që më 29 prill 2026 ishte dhënë Bajram Dalipaj, pronarit të ID Construction. Tenderi që raportojmë është i Bashkisë Tiranë, organizuar përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçimit Publik Tiranë. Qysh në titullin prokurorimi duket tendenca për të rritur vlerën e sendeve që po furnizohen. Element për rritjen e sigurisë së këmbësorëve në rrugë përshkruhet objekti, më thjesht do të ishte tabela sinjalistike, por jo se këto tabela rrisin sigurinë. E dim se çdo gjë shërben për përdorim të caktuar, mjafton t'i vëmë emrin dhe njerëzit e kuptojnë pse po blihen këto materiale, por qëllimi në këtë rast justifikon mjetin. Prapa kësaj blerje ka një korrupsion. Ky flamur që valvitet nga Open Data Albania sinjaliston këtë risk. Sigurisht që kryetaria komanduar e Bashkisë Tiranë Anuel Aristani dhe drejtori i saj Piro Sinjari mbaj përgjegjësi të firmosin letrat, por si do të shohim më poshtë, ky është një sistem i ngritur nga Edi Rama dhe Belinda Balluku që funksionon dhe vajset nga këto tendera. Kështu fondi i caktuar për këtë tender 45.8 milion lek të reja pa TVSH është prokuruar pa konkurrencë me vetëm një pjesëmarrës. Listën e mallrave që do të furnizohen mësojmë se në total janë 110 tabela dhe aksesorë si tubo, tela apo mbajtëse. Me një llogaritë të thjesht kostoja e çdo tabele është 5 milion lek dhe akoma më e çuditshme është afati i dorëzimit 3 vjet. Pse duhet kaq shumë kohë për të dhënë këto super tabela? Me sa duket siguria e qytetarëve që nga puna që pret. Personi të cilit i jepet tenderi quhet Bajram Dalipaj dhe është babai Blendian Dalipaj, drejtori i rëndësishëm. Ai është pronari i kompanisë ID Construction, ku kompania Bajram Dalipaj e themeluar në 2004 do të rriste aktivitetin e saj financiar pas ardhjes së socialistëve në pushtet. Ka viti 2013 deri më son kompania ID Construction në pronësi të babait të drejtorit OSSH Blendian Dalipi ka përfunduar me 30 milion euro tendera publik, shumë prej të cilave janë marrë nga institucione në varësi të Belinda Ballukut. Skandali thellohet më tej pasi paratë marra nga buxheti i shtetit nëpërmjet kompanisë The Construction të Bajram Dalipajt kanë përfunduar në xhepat e djalit të tij Blendian Dalipaj, një nga njerëzit më të afërt të Belinda Ballukut. Kjo kompani ka marrë më shumë se 100 tendera publik, 36 prej të cilëve është Bashkia Tiranë. Ky tender tabelash është dhënë pa u tharë mirëboja në kontratat e firmosura me Bashkinë Tiranë në fund të vitit të kaluar. Më 23 shtator 2025 kompania e Dalipajve ka përfituar tenderin instalimin pjatëve semaforike me vlerë 500 milion lek pa TVSH. Më 25 prill 2025 kishte marrë 300 milion lek gjithashtu për vendosje semaforësh. Pasi merrte projekte publike, kompania e Bajram Dalipit kontraktonte për kryerje punimesh kompaninë Abni, e cila rezulton se është në pronësi të djalit të tij, Blendian Dalipi, që gjithashtu mban postet e drejtorit të operatorit të sistemit të shpërndarjes. Nga dokumentet zyrtare që gjenden në qendrën kombëtare të biznesit rezulton se kompania e Blendian Dalipit Abnit SHBK ka përfituar më shumë se 11 milion euro nga firma e babait të tij ID Construction. Në fund paratë përfundonin në xhepin e drejtorit të Belinda Ballukut në formën e dividendit që ka tërhequr ndër vite. Kompania Abnit gjatë kohës që pronari i saj është drejtor në poste publike ka përfituar tendera direkt nga bashki të ndryshme të vendit, duke ngritur këtu jo pak dyshime për konfliktin e interesit. Sikur të mos mjaftonin këto, kompania e Bajram Dalipajt ka marrë një licencë për ndërtimin e një parku fotovoltaik me procedura të përshpejtuara me firmë të kryeministit Edi Rama dhe ministres Belinda Balluku. Ndërkaq që njeriu i Ballukut ka përfituar aksionet tek autostrada Milot-Thuman, konkretisht në 2 gusht 2022 Mira e Infrastrukturës ka shpallur njoftimin për dhënie me koncesion të segmentit rrugor Milot-Thuman. Disa muaj më pas në shkurt 2023 do të shpalleshin fitues bashkimi i kompanive Generator SHBK në pronësi të vëllezërve Ulaj, Ilirian Consulting Engineers SHBK në pronësi të Olseta Gjiu dhe ID Construction SHBK në pronësi të Bajram Dalipajt me afat 35 vite. Duke ndjerë rrezikun e hetimeve, ministri i infrastrukturës Balluku ja ka deleguar firmosjen e kontratës së vendos ministrit Ami Kozeli dhe ky ja ka dhënë konflikt interesi kontratën babait të drejtorit të institucionit në varësi të tij. Jo vetëm kaq, emri i kompanisë The Construction është tashmë në dosjen e SPAK për Balluku në lidhje me tenderat e Unazës së Madhe në Tiranë. Bëhet fjalë për tenderin me objekt ndërtimi i segmentit rrugor Sheshi Shqiponia Bulevard Diri Loti 2, që ka fituar bashkimi i operatorëve 4 Erdit Metaliaj, Edar Construction me pronar Alfred Ibrahimin si dhe ID Construction e Bajram Dalipajt, vlerën prej 2 miliardë 485 milion lek. Le të shpresojmë që së fundmi SPAK do të sinjalizohet nga tabelat e shtrenjta të babait të drejtorit të OSSH Blendian Dalipaj.